Pikërisht. Si je munduar ta përballosh ditë pas dite këtë dhimbje? Unë e koncentrom shumë në punë, kom qef me kontribu sa më shumë që të është e mundën. Edhe për familjen time, edhe për shoqërinë, mendoj që kom që me dhonë. Kjo është një lloj kontributi im personal, sepse nuk dua të mbahem me si një nonë e cila e humbi fëmijën, por si një grua fort, si një grua e suksesshme, si një grua që ju del ball burrave. Prandaj vazhdoj jetën në rutinën normale, cilën e kam pas edhe para se me ndodhë tragjedia një. Më vjen mirë që këtë që e thua dhe e ke konkretizuar në jetë, Gjeraldina, sepse duke ndjekur aktivitetin tënd, ti ke 3 profesione të dokumentuara, ato të mjekësisë, të gazetarisë, dhe ushtron që prej vitit 1994 edhe profesionin e stilistës, dhe dua ta them për publikun që ndoshta nuk të ka ndjekur dhe nuk të njeh, ti ke veshur personalitete shumë të shquar, sidomos në Kosovë, duke nisur nga presidentja e Kosovës deri tek artistë të njohur për mëngtur Armend Rexhepagić e të tjerë. Kështu që doja t'i jepja forcë asaj çfarë ti them më përpara, që do të mbahesh mend si një grua e fortë, jo thjesht si dikush që ka humbur vajzën e saj. Dhe për te kësaj unë e vlerësoj pafundësisht. Kështu do të dashur Rebeka me më majt menon. Është një lidhje shumë interesante kjo që i bën me mënyrën se si Rebeka do ta donte që nëna e saj në këtë rast Gjeraldina të ishte pas ikjes. Mund të jetë një burim force shumë e madhe për ty apo jo? Forca kryesore, themelore, e cila mban në kam. Është vlerë shumë e madhe kjo që Regjina ka Jona, sepse ka prindër, ka nënaj që zhyten në dëshpërim dhe humbasin çdo lloj motivi për të jetuar mbas humbjes së një fëmie, ndërkohë që Gjeraldina ka motive që e zgjojnë çdo ditë dhe e çojnë të jetë në këmbë. Ka debërën, ka profesionin, ka dhe le të themi kujtimin që do ta mbajë të përjetësuar akoma në jetë Rebekën. Nëna të ndihmon shumë. Unë do të jetoj dhe janë kujtimet e mia. Në fakt është shumë e bukur edhe shpjegimi mjekësor që dhe më herët për pjesën se si qelizat e saj jetojnë në trupin tënd, pra ka një prani fizike, ka një prani emocionale sepse ti e kujton dhe po thoje që të lidhesh ndryshe me Rebekën, jo vetëm me dhimbje dhe vuajtje, dhe prandaj thash që është një burim force shumë e madhe që ti po e shfrytëzon, po edhe kauzat që po merr ose vazhdon ti bësh çdo vit pa ndërprer, pjesa e pemëve apo pjesa ritualeve të tjera që mendoj se janë shumë ndihmuese për një nën ose për çdo prind, për mund të jetë edhe baba apo edhe familjar tjetër që lidhet me personin që nuk është përmes këtyre funksioneve. Unë mjekësinë e kam studiu, është profesionim primar. Është i pari. E kam regjistruar vitin 84 dhe vitin 90 për shkak të masave drunshme në Kosovë. Unë s'kom ri me diplomu për 4 provime. Edhe në ndërkohë, me qenë se masat e dhunshme kanë qenë pranishme në gjitha institucionet në Kosovë, prente me kanë ditë pa punë, edhe unë s'kom pas mundësi me shku në shtet tjetër me vazhdo studimet. Atëherë, rëbaqepsia dhe krejimi e produkteve ka qenë një talenti imi, po modës, cilën në atë kohë unë e kom monetizu, kom hap biznisin e parë. Në 94 tën shumë pak biznise private kanë ekzistu në Kosovë. Ndoshta në kishat një dore do të mund të numëroheshin, kur unë kom pas biznes. Po, dhe ju keni qenë stilisja e parë që keni pasur le të themi shtëpi mode, atelien tuaj. Kom pas sfilatën e parë në Kosovë e kemi mbajt vitin 94. Keni përjetuar tranzicionin e luftës? Dhe më pas jeta ju përballi me sfidën më të madhe. Gjatë cilës biznisi e më shkatëru, dhe më ndej kom punu në organizata ndërkombëtare, derisa ndodhi që ndodhi. Gjeraldina, unë jam shumë e surprizuar në fakt për forcën e rifillimeve që ti ke pas në jetën tënde. Nisur dhe përpara se të ishte pjesa me Rebekën, po shikoj një përballje vazhdueshme me tranzicione, me trauma, me fillime shumë jo të lehta, që ta nisësh nga e para çdo herë. Dhe nuk e di a të ka stërvitur një farë mënyrë gjithë këto lëvizje, gjithë këto ndryshime, trauma edhe përpara, për të përballur më pas edhe me këtë që është ndoshta kryeson.
është e mundën. Dhe zakonisht kur të pyesin njerëz cili është profesioni yt kryesor, unë them mbijetesa. Mbijetesa. Të mbijetuarit. Ma ke thënë edhe mua në telefon, edhe pse ti e mbijeton bukur, mbijeton me mod. Po, ndëgjon në situata tilla kur s'ken zgjedhje tjetër, kjo është zgjedhja vetme që të mbetet, unë mendoj që nuk është zgjedhje cilën mund ta bësh, është gjëja vetme që mund ta bësh. I detyruar. Sakt. Megjithatë e bën më së miri sepse është një profesion që ti e do, është një profesion që ti ke sukses, është një profesion që të motivon, të jep frymëzim. Aktualisht je frymëzuar nga lulet, është një periudhë që ti je duke u veshur me lule sepse të pyeta edhe në nisjet e emisionit, të kam parë edhe në prezenca të tjera publike kohëve të fundit me fustane me lule. Kështu që mbijeton dhe mbijeton bukur, të thash, mbijeton me mod. Faleminderit shumë. Geraldina, të gjitha këto sfida, çfarë të kanë bërë të kuptosh ty nga jeta? Pavarësisht prej asaj, se si na trajtojnë tjerët, apo si na trajton jeta, jemi çfarë jemi në bazë të mënyrës se si përgjigjemi në këto që na ndodhin. Edhe kjo është thelbi i jetës. Jeta mund të jetohet në çdo mënyrë. Po unë mendoj që jeta është shumë e shkurtë edhe duhet të shfrytëzohet çdo moment, çdo minutë, çdo rast për të kënaqur, çdo rast për të përjetuar diçka. Jeta është e bukur pavarësisht që ka dhimbje të mëdha. Geraldina, më bën të kujtoj këtë thënien që dhimbjet e jetës ndodhin edhe ne nuk i zgjedhim dot, por mënyrën se si vuajmë po. Pra, atë mundemi që ta drejtojmë. Dhe më duket se ky është rasti më i fuqishëm që mund të kemi dëgjuar. Faleminderit. Geraldina, unë e di që ti je përlotur dhe gjatë kësaj interviste disa herë ke gëlltitur lotët e tu. Është një rrëfim shumë i vështirë për të bërë, por unë të falenderoj shumë që e ndave këtë përjetim sot në 10 vjetorin e ndarjes nga jeta të Rebekës, sepse forca jote është një zë i fortë për shumë nëna të cilat e kanë kaluar këtë vuajtje ose ndoshta janë duke u përballur me këtë dhimbje. Ndaj të falenderoj pafundësisht shumë edhe të çmoj pafundësisht edhe pse për mua ka qenë një ndër intervistat më të vështira që kam zhvilluar të provokoj dhimbjen e një nëne për humbjen e fëmijës. Falenderoj edhe unë ty dhe duke qenë së bashku në një mision, ndoshta edhe vëdësimi për vizita më të shpeshta mjekësore. Faleminderit. Dhe ardhur nga ty këto fjalë kanë peshë të madhe për çdo që është duke e parë dhe do ta shohë këtë intervistë në vimësi. Të falenderoj shumë. Vazhdoj që ndroj një grua e fortë. Me shumë dëshirë. Unë uroj që në vazhdimsi të jesh një grua e fortë, një grua që gjen frymëzim nga jeta, por edhe frymëzon të tjerët. Një nënë e fortë për Deborën edhe një kujtim i gjallë për Rebekën. Shumë faleminderit. Të përshëndes Geraldina. Jona ishte vërtet një rrëfim i rëndë në përjetime, por edhe për ne ka qenë ndoshta një nga rastet më të vështira për të trajtuar. Po, kur kemi të bëjmë raste humbje, është gjithmonë e vështirë të jesh në pozicionin që jemi ne, sepse duhet të jesh shumë e delikate, mund të them, shumë e kujdesshme për çdo gjë që ne mund t'i komunikojmë një personi. Çdo fjalë ndoshta duke thënë edhe me një dëshirë për të mirë, mund të merret si rëndesë për personin tjetër. Për shembull, mund të dalloj nga rastet që i kam trajtuar, që ndonjëherë vetë fjala bëu e fortë, më kanë shpjeguar se si ka rënduar më shumë. E shikoj ndonjëherë si një masë, si një peshë, ata duhet të tregojnë të fortë përballë botës. Edhe prandaj ky është një detaj, por ka dhe shumë detaje të tjera që e bëjnë të vështirë të komunikosh me një person që ka humbjen, sepse vetëm ajo ose ai e di se si është kjo dhimbje. Sado që ne mundohemi, nëse nuk e kemi kaluar vetë, nuk mundemi dot ta kuptojmë. Dhe këtë gjë e bëj lidhje nga një terapiste në Amerikë, mos gaboj, ka bërë një libër së fundmi, ku ka trajtuar pafund raste të humbjeve. Dhe pasi humbi partnerin e saj,
i ka marrë në telefon një nga një të gjithë pacientët që kishte trajtuar, duke thënë më falni se nuk e kam kuptuar sa duhet. Pra kjo është fuqia e asaj që përjetohet tek personi tjetër dhe se sa e vështirë është për ne që të jemi në pozicionin ku pyesim edhe ndërhym, sepse her pas here e ndjej këtë vështirësi, edhe pse jam në fushën e trajtimit, por mendoj se dhimbja dhe fuqia e tyre është më e madhe se e jona që përpiqemi ndonjëherë ti ndihmojmë. Është e vërtet. Pavarësisht se Geraldina edhe këtë intervista absolutisht me aprovimin e saj, por edhe unë ndjeva keq që më duhet të provokoja dhimbjen e saj të nënës, edhe është po aq e vërtet edhe fakti që përjetimi i humbjes, i dhimbjeve është i ndryshëm nga një person në një tjetër. Po. Dhe është absolutisht e vështirë të japësh këshilla apo formula se mund të përballohet një dhimbje. Po, do thoja që për rastet cilat vinë dhe flasin, është mirë. Pse? Sepse ajo dhimbja ndahet me të tjerë edhe është një lloj kujtimi dhe u shërben që ta nxjerrin edhe ndoshta kujtimin e Rebekës në këtë rast jetoj tek shumë njerëz. Përmes nesh që dëgjojnë, përmes të tjerëve që do ta dëgjojnë më vonë. Pra gjitha këto janë ndihma për një person që ka humbur. Por është procesi, momenti kur ajo e komunikon edhe se si lidhet me personin që e dëgjon nga ana tjetër dhe ndërhyn. Kjo është ajo për tu cekur, edhe prandaj mendoj që edhe pozicioni jon këtu nuk është edhe aq i lehtë për të konsideruar, kështu që i themi faleminderit atyre që na besojnë, edhe patjetër për çdo, ndoshta edhe jashtë, ta shikojnë më me sy ndryshe, më të kujdesshëm kur merren me një rast të tillë. Dhe unë falenderoj shumë ty Jona, që jo vetëm më ndihmon mua të trajtoj me shumë kujdes çdo histori delikate që vjen këtu në seanca e para Spestrasi, por edhe për t'i dhënë një lloj kuptimi çdo lloj përjetimi që vjen edhe ndahet këtu në këtë mikrofon. Faleminderit. Të jam mirënjohëse.